Shqipëria pritet të preket nga gripi masiv në dhjetor. Ky moment përkon edhe me ardhjen e migrantëve për festat e fundvitit. Këtë fakt e konfirmon edhe mjeku pediatër Eduard Mone. Mone apelon që të mos harrohet vaksina për të sëmurët kronik, kryesisht për fëmijët, të cilët janë të sëmurë, pasi ndërlikimet, siç janë bronkopneumonia, mund të rëndojnë shëndetin e tyre. Jemi në një periudhë në të cilën gripi është në ardhje dhe tek neve është e vërtet sepse vinë më pak me vonesë, në shtetet përreth ne ka grip, por më shumë kur i afrohemi dhjetorit ose festave të fundvitit, nga ardhja e migrantëve, nga rritja e numrit të personave, rritet edhe incidenca e gripit. Për këtë arsye, gjithmonë krahas masave të përgjithshme që kemi thënë, mos të harrojmë dhe vaksinën për grupet vulnerabël. Grupet vulnerabël në pediatri janë ata fëmijë të cilët vojnë sëmundje kronike, të rrugëve të frymarrjes, sëmundje metabolike, sëmundje të veshkave, sëmundje të sistemit nervor, të cilët duhet të vaksinohen për të parandaluar ndërlikimet. Kush është ndërlikimi më madhor i gripit? Bronkopneumonia. Bronkopneumonia është serioze dhe shpeshherë pastaj kërkon, si të thuash, një ndihmë shumë më tepër të specializuar edhe që kërkon ndoshta edhe shtrimin në spital. Për t'i paraprirë kësaj, duhet që të dimë se vaksina e gripit është plotësisht e sigurt. Mjeku Eduard Mone thekson se nuk ka shumë interes nga qytetarët për të bërë vaksinën e gripit, sidomos për fëmijët, por ai thotë se ajo mund të realizohet deri në 15 dhjetor, pasi është koha optimale. Neve kemi parë një interes jo shumë të madh për bërjen e vaksinës së gripit, por duhet të dimë një gjë që deri në 15 të dhjetorit është koha optimale. Normalisht, europianët fillojnë dhe vaksinohen në fillim të tetorit dhe e mbyllin në fund të nëntorit, periudhën në mënyrë që vaksinat jetë shumë efektive. Edhe kur neve e vonojmë pak, duhet të llogarisim këtë gjë që vaksina për të arritur forcën e saj vepruese kërkon 10 deri në 15 ditë. Prandaj këto duhet i kemi parasysh dhe duke ditur efektet e pakta anësore që mund t'japi ose as pak fare tek fëmijët, as që ndjejnë fare atë vaksinën që neve bëjmë, është mirë që ata që ta bëjnë të vaksinë. Ndërkaq dy janë kategoritë më të mëdha që duhet të kryejnë vaksinimin kundër gripit, moshat pediatrike dhe të sëmurët me sëmundje kronike. Megjithatë, në popullat ka skepticizëm për të bërë vaksinën.